sepse ndodhte që profetit pyetje për diçka dhe ai nuk e dinte përgjigjen dhe priste profetit sallallahu alaihi wasallam që t'i vinte përgjigje nga qielli. Për shembull, një herë ka pyetur një xifut për shpirtin. Profeti nuk kishte informacion mbi shpirtin, sepse shpirti është një realitet që e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe në moment i zbriti ajeti Kuranit, ku Allahu lehtësua flet për shpirtin, "Es'aluka ka ani ruh, qul ruhu min amri rabbi." Ata të pyesin ty për shpirtin, thuaj shpirti është një çështje që përket, pra realitetin e tij e njeh vetëm Zoti im, është një çështje që përket vetëm Zotit tim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, i cili librin e tij e ka hapur me fjalën hamd. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon Allahut, i cili edhe krijimin e ka filluar me hamdin, me falënderimin dhe lavdin që i përket atij. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falënderimi takon Allahut, i cili krijoi qiejt dhe tokën. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, i cili edhe kur ka përmendur mbarimin e krijimit, ka përmendur në Kur'an përfundimin e banorëve të xhenetit në xhenet, ka përmendur se do të thuhet, mbasi banorët e xhenetit hyjnë në xhenet, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe thuhet, falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve. Pra e tërë gjithësia do falenderoj Allahun subhanahu wa taala për gjithçka, përfshi dhe ata që do shkojnë zjarrin e xhehenemit me drejtsinë e Allahut të lartësuar, do të kenë në gojë falënderimin e Allahut të lartësuar, atij i përket falënderimi, falehul hamdu fil ula wal akhira. Atij i përket falënderimi për çfarë ka krijuar dhe për gjithçka që do ta krijojë. Allahu subhanahu wa ta'ala na zbriti Kur'anin si udhëzim, si mëshirë, si përgëzim për ne. Ky libër është baza e njohurive islame. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi që të na shpjegonte Kur'anin. Allahu lartësuar zbriti atij librin dhe misioni i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte që të na përcjellte Kur'anin, na shpjegonte neve librin e Allahut subhanahu wa taala, të jetësonte këtë libër madhështor. Profeti sallallahu alaihi wasallam njohuritë e Kur'anit u përcolli sahabëve. Sahabët u kanë përcjell tabiinëve dhe kështu brez pas brezi libri i Kuranit, përfshirë dhe njohuritë që përmban Kurani dhe domethënien e ajeteve të Kuranit na kanë arritur neve. Por dietarët kanë sqaruar ca rregulla që lidhen me tefsirin e Kuranit, me rregullat e të kuptuarit të Kuranit. Njohuria e tefsirit është ndër njohuritë më të rëndësishme. Madje mund thuhet që ajo është më e rëndësishme, për shkak se ajo të ndihmon që të kuptosh librin e Allahut të lartësuar. Bazat e një shkence ose rregullat bazë për njohjen e një shkence të ndihmojnë që ta kuptosh të shkencë, ta kuptosh atë mirë. Prandaj dhe dietarët e kanë sqaruar neve rregullat e tefsirit, e komentimit të Kuranit, në mënyrë që të kuptojmë ajetet e Kuranit ashtu siç i ka pas qëllim Allahu i lartësuar dhe ashtu siç e ka kuptuar i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por çfarë do të thotë Kur'an? Kur'an nga ana gjuhësore do të thotë këndim. Pra ky është një libër që këndohet. Ose do të thotë mbledhje, përfshirje. Ky është një libër i mbledhur në mushaf, por është dhe një libër që muslimanët e mësojnë përmendesh dhe ruajnë në gjokset e tyre, që nga koha e profetit, profeti ka ditur përmendesh, ka pas sahabë që e kanë mësuar përmendesh dhe ka musliman në të gjitha brezat që e mësojnë Kur'anin përmendesh dhe kjo është një nga mënyrat e rujtjes Kur'anit. Por ky libër përfshin edhe njohuritë e Islamit, përfshin rregullat, përfshin normat, lajmet
që na i ka përcjellë Allahu subhanahu wa taala, kështu që ky është një libër përfshirës. Atëherë pra Kur'an është edhe me kuptimin libër përfshirës. Kur'ani është fjala e Zotit, fjala që Allahu i lartësuar ia zbriti të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet melekut Xhibril. Ky libër fillon me surën Al-Fatiha dhe mbaron me surën An-Nas. Allahu i lartësuar thot për zbritjen e Kur'anit: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e zbritëm Kur'anin dhe ne kemi marrë përsipër ruajtjen e tij. Pashtu Allahu i lartësuar thot: Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ne kemi zbritur Kur'anin në gjuhën e qartë arabe në mënyrë që ju ti kuptoni ajetet e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka marrë në rujtje Kur'anin dhe nuk lejon që të ndryshohet Kur'ani, që të shtohet diçka apo të hiqet diçka librit të Zotit. Është një libër i ruajtur. Këtë e ka garantuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu që Kur'anit nuk i është bërë asnjë ndryshim. Nuk është shtuar në të asnjë shkronjë, nuk është hequr prej tij asnjë shkronjë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot për këtë fakt: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Pra ka marrë përsipër Allahu subhanahu wa ta'ala ruajtjen e Kur'anit, që ky libër nuk mund të ndryshojë. Jo vetëm Kur'ani si formë, si shprehje si fjalë të zbritur nga Allahu i lartësuar, por edhe domethëniet e Kur'anit janë të ruajtura. Interpretimi i saktë i Kur'anit është i ruajtur. Domethënë, garancia që ka dhënë Allahu i lartësuar për ruajtjen e Kur'anit përfshin edhe ruajtjen e interpretimit të saktë të Kur'anit. Kështu që neve na ka arritur interpretimi i saktë i Kur'anit. Kur'ani si formë është i plot, i saktë, siç i zbriti profeti sallallahu alaihi wasallam. Por dhe interpretimi dhe komentimi i Kur'anit është ruajtur i saktë. Kështu që ruajtja e Kur'anit përfshin edhe ruajtjen e sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse Kur'ani nuk mund kuptohet saktë pa ju referuar sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, pra shpjegimit që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam përmes thënieve të tij, përmes veprave të tij dhe përmes miratimeve të tij sallallahu alaihi wasallam, përmes jetës së tij, sjelljes së tij, moralit të tij. Profeti, domethënë, në praktik ka shpjeguar Kur'anin. Po përfshin edhe ruajtjen e gjuhës arabe, se Kur'ani ka zbritur në arabishtën e qartë, siç e ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. Prandaj ummeti islam e ka ruajtur arabishtën, nuk ka humbur asnjë fjalë nga arabishtja. Dhe kjo është një domosdoshmëri, ka thënë Imam Shafi'i, Allahu mëshiroft, ummeti në tërësinë e tij e ka ruajtur dhe arabishtën. Arabishtja është shumë e gjerë, nuk e ka të mundur një njeri që të njohë të gjitha fjalët e arabishtës. Por ama ummeti në tërësi e di arabishtën dhe e ka ruajtur arabishtën. Prandaj arabishtja flitet sot, siç është folur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Është ruajtur gjuha letrare arabe. Dhe sebebi kush është? Është ky libër madhështor, libri i bekuar që ka marrë përsipër Allahu i lartësuar ruajtjen e tij. Ndaj ummeti ka ruajtur dhe arabishtën. Popujt e tjerë, gjuhët e tjera, gjuhët që i flisin njerëzit para disa shekujsh nuk fliten sot. Kanë evoluar gjuhët. Nëse arabishtja ruhet, siç ka qenë kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruar librin e tij në librin e tij. Dhe Kur'ani na tregon mbi cilësitë e Kur'anit. Ky është një libër madhështor. Siç ka thënë Allahu në Kur'an, "Wal Qur'anil Azim", është libër madhështor. Ky është një libër i bekuar, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun", është një libër me mirësi të mëdha. Ky është një libër kerim, domethënë libër bujar, fisnik, me vlera, me merita, me mirësi të shumta për njerëzimin. Ky është një libër Mejid, wal Qur'anil Mejid,
Allahu i Lartësuar është betuar për Kur'anin e lavdishëm, është libër i lavdëruar. Ky është një libër me ndikim të madh, siç ka përmendur Allahu i Lartësuar në Kur'an: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Sikur ne Kur'anin t'ia zbrisnim një mali dhe të kuptonte mali Kur'anit, kuptonte premtimin që bën Allahu i Lartësuar në Kur'an, paralajmërimet që i bën nga dënimi Allahu i Lartësuar në Kur'an, do të vëreje që mali do të friksohej, do përulej para Allahut, do dërmohej, do coptohej nga frika prej Allahut subhanahu wa taala. Ky është një shembull që Allahu i Lartësuar jep në Kur'an për ata që mendojnë. Pra, ky libër ka padyshim ndikim të madh në zemrat e atyre që e kuptojnë, që kanë frikë Zotin, që e pranojnë Kur'anin si fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i Lartësuar këtë libër e ka bërë sqarim për gjithçka. Tibyanan li kulli shay. E ka zbritur si udhëzues, mëshirë, ka quajtur Allahu mëshirë, rahme. Ne ka thënë Allahu i Lartësuar në Kur'an: "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muhsinin." Allahu i Lartësuar këtë libër e ka zbritur si paralajmërim. "Li undhirakum bihi wa man balagh." Allahu më shpalli Kur'anin që unë të paralajmëroj nga dënimi i Allahut nëpërmjet Kur'anit, dhe që të shërbej si paralajmërim për të gjithë njerëzit që, për gjithë popullin, të gjithë njerëzit që u arrin kjo fjalë, që u arrin Kur'ani. Kur'ani është libri gjykues për librat e mëparshëm. I ka abroguar, i ka shfuqizuar legjislacionet e librave të mëparshëm. Ai tregon se çfarë është e vërtetë nga ajo që përcjellet nga librat e mëparshëm dhe çfarë ka ndryshuar, çfarë nuk është e vërtetë në atë që kanë sjell idhtarët e librit. Siç ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa muhaiminan alayh", duke cilësuar Kur'anin, ka thënë që ky libër është gjykues ndaj librave të mëparshëm dhe abrogues i legjislacioneve që Allahu i Lartësuar i ka zbritur në librat e mëparshëm. Kur'ani është burimi më i madh, më i rëndësishëm i shariatit ton, i çështjeve të fesë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira." Allahu i Lartësuar dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këtë libër për gjithë njerëzit. I madhëruar, i bekuar dhe i lartësuar është ai i cili i zbriti librin robit të tij, domethënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që të jetë paralajmërues për të gjithë botët. Këtë libër e ka zbritur Allahu i Lartësuar për nxjerrjen e njerëzve nga errësira në dritë, nga errësira e kufrit, e shirkut, e padrejtësisë, e moraleve të këqija, në dritën e besimit, imanit, tauhidit, ligjeve të drejta, moralet të larta, për cilat na flet Allahu i Lartësuar në këtë libër, cilat i ka pas moralin e tij i dërguar ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim." Burimi i dytë i çështjeve të fesë është suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani dëshmon që suneti i profetit, hadithet e profetit janë burim, argumentimi për çështjet e fesë. Ndaj nuk mund të kuptohet Kur'ani sakt pa ju referuar sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Është vetë libri i Allahut ai që na bën thirrje të referohemi të dërguarit të Allahut, sunetit të tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Men yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah." Kush i bindë të dërguarit, ai është bindur Allahut të lartësuar. Po ashtu Allahu i Lartësuar ka thënë: "Wa may ya'si Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kush kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai ka shkuar në një humbje të qartë. Po ashtu thot: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që ai jepi dërguari merreni dhe atë që u ndaloni dërguari Allahut, hiqni dorë prej saj. Pasimi sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam është shenjë e dashurisë për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Thuaj,
në qoftë se ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që të dojë Allahu dhe t'ua fal mëkatet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ela wa inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a." Mua më është dhënë Kurani dhe diçka tjetër e ngjashme me Kuranin, pra Suneti. Ndaj Kurani dhe Suneti janë të dyja pjesë të shpalljes. Por Kurani këndohet në namaz, ndërsa Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk këndohet në namaz. Ama të dyja janë pjesë të shpalljes, siç ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Ai, pra Profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka folur sipas shpalljes. Gjithçka që ka thënë ai, që lidhet me fen, është shpallje që ka shpallur Allahu i lartësuar. Po ashtu Allahu thotë në Kur'an: "Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikma." Allahu të ka zbritur ty librin dhe urtësinë. Ka thënë Imam Shafi'i dhe dietar tjerë, el-hikma është urtësia, pra suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar Kur'anin e zbriti në natën e Kadrit, në muajin e Ramazanit. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ashtu thot Allahu në Kur'an: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se Allahu i lartësuar ka zbritur Kur'anin një herë të plot nga Lauhul Mahfuz, që është një libër mbi qiellin e 7 tek Allahu i lartësuar, ku është shkruar gjithçka, e ka zbritur nga Lauhul Mahfuz në qiellin e kësaj bote. Dhe pastaj Xhibrili alayhi salam ja ka shpall profetit, ja ka zbritur profetit sallallahu alaihi wasallam pjesë në varësi të rrethanave, kushteve, shkaqeve, nevojës për përcjelljen e mesazhit dhe trajtimit të çështjeve të njerëzve në plot 23 vite, që janë 23 vitet e profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por çdo pjesë të Kuranit që Xhibrili ja sill dhe profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgjuar nga Allahu i lartësuar. Kështu që ka dy forma, dy lloje të zbritjes Kuranit. Zbritja një herësh, zbritja e plotë e Kuranit nga Lauhul Mahfuz në qiellin e kësaj bote, siç ka treguar Abdullah ibn Abbas, dhe seneti është i saktë nga Abdullah ibn Abbasi, dhe domethënë fakti që Xhibrili e ka dëgjuar çdo pjesë Kuranit që ja përcjellte profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgjuar nga Allahu dhe ja ka sjell profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar na ka folur në Kur'an dhe për melekun Xhibril, i cili është kreu i melekëve, është më i miri i melekëve. Allahu i lartësuar e ka përshkruar si të besueshëm, emin. E ka besuar, e ka cilësuar në Kur'an dhe si të fortë dhe me paraqitje madhështore dhe të bukur. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka parë Xhibrilin alayhi wasallam 2 herë në formën e tij origjinale. Profeti sallallahu alaihi wasallam filloi zbritja e shpalljes në moshën 40 vjeçare. Pra ishte 40 vjeç profeti sallallahu alaihi wasallam kur filloi të zbriste Kur'ani, kur u bë profet. Pjesa e parë e Kur'anit që ka zbritur profeti sallallahu alaihi wasallam janë 5 ajetet e para të surës Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Këndo me emrin e Zotit tënd, i cili ka krijuar gjithçka, i cili ka krijuar njeriu nga një copë gjaku e trashë e mpiksur. Iqra wa rabbuka al-akram. Këndo Kur'anin dhe Zoti yt është më bujari. Alladhi 'allama bil qalam, i cili mësoi njeriu të shkrimin me penë, shkrimin e njohurive me penë, mirësi e madhe shkrimi. Që na ka bëu Allahu i lartësuar, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahu i lartësuar i mësoi njeriu atë që nuk e dinte, na dha Allahu aftësinë për të nxjerrë njohuri, për të kuptuar çështjet, për të mësuar të vërtetën, për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta. Kjo pjesa e parë e Kuranit që i ka zbritur profeti sallallahu alaihi wasallam, siç ka treguar nëna besimtare Aisha radhiyallahu anha, në një hadith që flet për fillimet e shpalljes, ajo ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam strehoi në shpellën Hira. Dhe kur ishte domethënë në moshën 40 vjeçare, kur erdhi shpallja, profeti ishte aty në shpellë, edhe i vjen e vërteta, i vjen meleku Xhibril
dhe i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, këndo. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, unë nuk di të këndoj. Profeti s'din të shkrim edhe këndim. Dhe pastaj meleku Xhibril ja ka kënduar, ja ka përcjell 5 ajetet e para të surës Al-Alaq. Pastaj ka pas një ndërprerje të shpalljes, një periudhë ndërprerje, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri duke u kthyer nga kjo shpellë, nga shpella Hira, i drejtuar drejt Mekës, drejt shtëpisë së tij, dëgjon një zë nga qielli, e ngrej kokën, siç ka treguar Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ngrej kokën edhe shikon melekun që i erdhi në shpellën Hira, domethënë në këtë moment e ka kushtuar një ndjenjë frikë profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ka zbritur me gjunjë në tokë. Pas e shquar, ka shkuar tek shtëpia e tij edhe ka kërkuar që ta mbulojnë, e kanë mbuluar profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë zbritur ajetet e para të surës Al-Muddathir, ja ayyuhal muddathir, o ti i mbuluar, qum fa anzir, çohu dhe paralemron njerëzit që t'i ruhen dënimit të Allahut të lartësuar. Wa rabbaka fakabbir, dhe vetëm Zotin tënd madhëro, vetëm atë, domethënë adhuroje. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, rrobat tua pastroj, nefsin tënd, zemrën tënde, moralin tënd. Wa rruzza fahjur, qëndro larg idhujve, larg shirkut, larg besimeve dhe feve të kota. Wala tamnun tastakthir, mos jep diçka që të kërkosh që njerëzit të japin në këmbim të saj, më mirë se sa ajo. Wa li rabbika fasbir, dhe për hir të Zotit tënd duro, se thirrja në rrugën e Allahut të lartësuar kërkon durim, nuk mund bëhet thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala pa durim. Ajetet e Kuranit i kanë zbritur profetit sallallahu alaihi wasallam me shkaqe ose pa shkaqe. Ndaj dietarët i kanë ndarë ajetet e Kuranit duke marrë parasysh, domethënë këtë pjesë, këtë fakt, ajetet që kanë zbritur me shkak dhe ajetet që kanë zbritur pa shkaqe. Shumica e ajeteve të Kuranit, për shumicën e ajeteve të Kuranit nuk përmenden ndonjë shkak zbritje. Siç është për fjalën e Allahut të lartësuar, "O minhum man ahada Allah la'in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin." Ka njerëz që i kanë dhënë besën Allahut subhanahu wa taala se në qoftë se do t'u jap Allahu mirësi, do t'u jap pasuri ata, do t'i japë sadaka dhe do të jenë për njerëzve që do të bëjnë vepra të mira. Por kur masi Allahu lartësuar dha atyre mirësi, ata u treguan kopratës. Përmendet domethënë një transmetim që është shumë i dobët, se ka qenë një burr një thalebe që ka premtuar, edhe pastaj masi Allahu i ka dhënë pasuri, nuk e ka mbajtur fjalën. Këtë e përmendin shumë këshillues, por nuk është tregim i vërtet. Por ka dhe ajete të cilat kanë zbritur kanë shkaqe. Dhe dietarët i kanë përmendur shkaqet e zbritjes ajeteve të Kuranit në librat e tefsirit, madje ka dietarë që kanë bërë dhe libra që merren vetëm me këtë pjesë që është pra shkaqet e zbritjes së ajeteve të Kuranit. Dhe shkaqet e zbritjes së ajeteve të Kuranit mund t'i ndajmë në 3 kategori. Kategoria e parë, pyetje. Pi kanë bërë një pyetje profetit sallallahu alaihi wasallam dhe vjen ajeti i Kuranit në cilin Allahu i lartësuar i jep sqarim, i jep shpjegim profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, fjala e Allahut të lartësuar, "Yes'alunaka 'anil ahilla", ata të pyesin ty për ciklet e hënës. Dhe Allahu i lartësuar thotë, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj", thuaj Allahu i lartësuar i ka bërë ciklet e hënës si shenja për njerëzit që të mund të njohin kohët e riteve fetare, për shembull kohën e agjërimit, muajt hënor, po edhe marrëdhënieve, kontratave ndërnjerëzore, të cilat lidhen me kohën, edhe kohën e haxhit. Kategoria e dytë, një ngjarje që ka ndodhur dhe nevojitet që të jepë shpjegim, që të bëhej sqarim mbi të, apo të bëhej ndonjë paralajmërim. Për shembull, në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, gjatë zhvillimeve të luftës së Tebukut, njëri në një mexhlis
u tall me profetin dhe me shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai tha ma ra'ina mithla qurra'ina haulai arghaba butunan wala akdhaba alsunan wala ajbana 'inda al-liqa. Nuk kemi parë domethënë frikacak më të mëdhej se profeti dhe shokët e tij që këndonin Kur'an, më frikacak se këta që mendonin më shumë për të ngrënë dhe për të mbushur barkun dhe që gënjenin më shumë. Po ka thënë fjalë shumë të rënda, shpifje për profetin dhe për shokët e tij. Dhe dikush nga sahabët shkoi t'ia përcjellte profetit. Po edhe ky vetë është çuar që t'i justifikojë ke profetit sallallahu alaihi wasallam. Po para se t'i shkonte lajmi profetit sallallahu alaihi wasallam, zbritën ajetet e Kuranit, të cilat e konsiderojnë talljen me librin e Allah, talljen me Allahun, me librin e tij, me profetin e tij, e konsiderojnë kufër. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Prandaj ky njeriu që u tall, po justifikoi ke profeti, filloi përsërisë justifikimi profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm i këndonte pjesën e Kuranit që kishte zbritur para se ky të vinte, të justifikoi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Thuaj, a me Allahun, me ajetet e tij dhe me të dërguarin e tij po talleshit. Allahu na thua konsideruar talljen kufër. Talljen me të, talljen me ajetet e tij, me të dërguarin e tij konsideruar kufër. Kategoria e tretë, një veprim që ka pas nevojë të sqarohej gjykimi i tij. Për shembull, në kohën e profetit një burr i kishte thënë gruas së vet, dhe kjo ishte një traditë e kohës së xahilietit, ishte një nga problemet e tyre, i thoshte burri gruas së tij, ti për mua je si shpina e nënës time, dhe ja ndalonte vetes gruan, bashorten. Ndalonte lidhjen bashortore. Dhe zbritën ajetet e para të surës Al-Mujadala që sqarojnë rregullat që lidhen me këtë, e quajnë ndonjë fjalë të rrejshme dhe përmendjen dhe shlyrjen, kefaren që bëhet me këtë rast. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dietarët kanë përmendur mjaft dobi që lidhen me njohjen e shkaqeve të zbritjes së ajeteve të Kuranit. Por duhet kemi parasysh që jo të gjitha transmetimet në të cilat sillen shkaqet e zbritjes së Kuranit janë të sakta. Ka që janë të sakta, ka që janë të pasakta. Madje Imam Ahmedi, Allahu më shëroft, ka thënë që kjo hyn një nga shkaqet e zbritjes nga ato njerëz që nuk kanë senede të sakta, por e ka patur fjalën Imam Ahmedi për pjesën më të madhe të transmetimeve në të cilat sillen shkaqet e zbritjes së ajeteve të Kuranit dhe jo për gjithë ato, pasi ka edhe të sakta. Gjithsesi, dhe ato transmetime, të cilat konsiderohen të dobta sipas shkencës së hadithit, mund të përmenden nëse ndihmojnë për shpjegimin e ndonjë fjale, por nuk mund të bazohemi në to për marrjen e ndonjë rregulli. Atëherë një nga dobitë e njohjes së shkaqeve të zbritjes së ajeteve të Kuranit, ajeteve të Kuranit, është se ato tregojnë mrekullinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ato tregojnë që Kurani është i zbritur nga Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse ndodhte që profeti pyeti për diçka dhe ai nuk e dinte përgjigjen, dhe priste profeti sallallahu alaihi wasallam që t'i vinte përgjigje nga qielli. Për shembull, një herë ka pyetur një çifut për shpirtin. Profeti nuk kishte informacion mbi shpirtin, sepse shpirti është një realitet që e di vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe në moment i zbriti ajeti Kuranit, ku Allahu lehtësua flet për shpirtin, "Alukin ka an ruh, qul ruhu min amri rabbi." Ata të pyesin ty për shpirtin, thuaj shpirti është një çështje që përket, pra realitetin e tij e njeh vetëm Zoti im, është një çështje që përket vetëm Zotit tim. Ose profeti sallallahu alaihi wasallam shpyetur ose ka ndodhur një ngjarje dhe profeti nuk e ka ditur realitetin e kësaj ngjarje dhe kanë zbritur ajetet e Kuranit, të cilat tregonin domethënë mbi të vërtetën e asaj ngjarje. Për shembull, kreu munafikëve Abdullah ibn Ubay ibn Salul kishte thënë, domethënë kur të kthehemi në Medinë, më krenari do të nxjerrë nga Medina atë që është më i poshtruar. E kishte fjalën për veten dhe shokët e tij që janë krenar, dhe për profetin dhe shokët e tij kishte fjalën që ata janë të poshtruar. La yukhrijanna al-azzu minha al-adhalla. Dhe shkon Zeid ibn Arqam, i cili ka dëgjuar këtë fjalë, ja tregon profetit sallallahu alaihi wasallam, por vjen kreu munafikëve dhe betohet që unë si kam thënë ato.
Dhe njerëzit filluan të dyshonin mbi njoftimin, lajmin që e solli Zejdi. Atëherë zbritën ajetet e Kuranit, të cilat e konfirmonin atë që e kishte përcjell Zejdi dhe përmendin në realitet ato fjalë që i kishte thënë kreu munafikëve Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Shkaqet e zbritjes gjithashtu tregojnë dhe kujdesin e madh që Allahu i Lartësuar ka treguar për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që i dhujtarët përmendin ndonjë dyshim, hidhin ndonjë dyshim, bënë ndonjë shpifje, Allahu i Lartësuar zbrit ajete e Kuranit të cilat rrëzonin dyshimet e tyre, rrëzonin pretendimet e tyre. Ka thënë Allahu i Lartësuar në Kuran: "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Ata thanë, wa qalu lawla nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida. Ata thanë, sikur ti kishe zbritur Kurani Muhamedit alayhi salatu wassalam, një herësh, i plot një herë, sikurse ka zbritur Teurati Musait dhe Injili Muhamedit dhe Injili Isait alayhi salatu wassalam. Kedhalika linuthabbita bihi fuadak, thot Allahu i Lartësuar, ne ta kemi zbritur Kur'anin pjesë që të forcojmë zemrën tënde. Warattalnahu tartila, dhe ne ta kemi sqaruar ty Kur'anin. Wala ya'tunaka bimathalin. Nuk ka mundësi që i dhujtarët të sjellin ndonjë dyshim, ndonjë mëdyshje, ndonjë pretendim të kot. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Vetëm se ne në Kur'an të sjellim ty të vërtetën, për argumente që rrëzojnë të pavërtetët e tyre, që japin përgjigje për dyshimet dhe dilemat e tyre. Prandaj vëllezër, në Kur'an ne gjejmë argument, gjejmë përgjigje për çdo dyshim që japin kafirat, edhe idejtë, edhe dyshimet që i përmenden në kohën tonë. Gjejmë shpjegim të plotë dhe shtërues në librin e Allahut subhanahu wa taala, sikurse e kuptohet nga ky ajet i Kuranit. Allahu i Lartësuar ka treguar kujdes dhe për robët e tij. Kuptojmë që Allahu subhanahu wa taala i ka shpëtuar muslimanët nga vështirësitë, pra vinë muslimanë në një vështirësi dhe zbriste një pjesë e Kuranit që i shironte nga kjo vështirësi. Një herë muslimanët u bllokuan duke pritur nënën e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, e cila kishte humbur gjerdanin dhe po e kërkonte. Dhe vjen koha e namazit, s'kishin ujë për të marrë abdes, dhe zbriti Allahu subhanahu wa taala ajetin e tejemmumit. Dhe me këtë rast ka thënë Usaid ibn Hudayr, ka thënë për profetin dhe familjen e tij, ka thënë nuk është kjo mirësia e parë e familjes tuaj, familjes së Ebu Bekrit, e kishte fjalë për nënën e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, pasi për këtë shkak Allahu i Lartësuar zbriti ajetin e tejemmumit, ku tregon se si veprohet në rastin kur besimtarëve u mungon uji, pra kur nuk kanë ujë, ju lejohet ata marrin tejemmum. Gjithashtu, duhet kemi parasysh që ajetet e Kuranit përfshin jo vetëm rastin për të cilin ka zbritur Kurani, ajeti i Kuranit, fjala për një normë, për një ligj, por përfshin të gjithë ata që hyjnë në tërësinë e kuptimit të këtij ajeti të Kuranit. Ajetet e Kuranit ndahen, ose surat e Kuranit ndahen në sure Mekkie dhe sure Medenie. Sure që kanë zbritur në periudhën e Mekës dhe sure që kanë zbritur në periudhën e Medinës. Sure që kanë zbritur para hijrëtit profetit sallallahu alaihi wasallam konsiderohen sure Mekkie, ndërsa ato që kanë zbritur pas hijrëtit profetit sallallahu alaihi wasallam konsiderohen sure Medenie. Qoftë dhe ajetet që kanë zbritur gjatë udhëtimit profetit sallallahu alaihi wasallam në Mekë pas hijrëtit, këto konsiderohen Medenie, të periudhës Medinës. Për këtë arsye fjala Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Maida, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina", që ka zbritur në Hajjën Lamtumirës, në ditën e Arafatit, në ditën e Xumah kur profeti po qëndronte në Arafat. Sot unë plotësova për ju fen tuaj, përsosën ndaj jush dhuntin time, mirësitë e mia, dhe kam përzgjedhur Islamin si fe për ju. Ky ajet pra ka zbritur në vitin e 10 të hijrëtit, gjatë Haxhit Lamtumirës, kur profeti ishte në Mekë. Mirë po, i përket një sure që ka zbritur në periudhën e Medinës, surja El-Maida. Dhe ky ajet konsiderohet
prej asaj pjesë të Kur'anit që ka zbritur në periudhën e Medinës. Disa karakteristika që i kanë përmendur dietarët të sureve medenie, sureve mekkie që ato dallojnë nga suret medenie. Suret mekkie kanë ajete të shkurtra, kryesisht i kanë ajete të shkurtra, stili i tyre është i fortë, është i fuqishëm, përmenden ato argumente. Në suret medenie trajtohen tema, domethënë që prekin realitetin e njerëzve në periudhën e Mekës. Çështja e tauhidit, që njerëzit adhurojnë Allahun një vetëm, truhen nga shirku, dhe Allahu përmend argumente, përmend shembuj për këtë, përmend tregime. Çështja e profecisë, pranimit të profecisë, pranimit të shpalljes, pranimit të Kuranit si fjalë e Allahut të lartësuar, sepse kishte njerëz që nuk e pranonin këtë, madje shumica në fillimet e thirrjes nuk e pranonin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut dhe se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Argumente ringjalljes, çështja e ringjalljes përmendet shumë në Kur'an. Xheneti, zjarri i xhehenemit, mirësitë e xhenetit, dënime në xhehenem, kiameti, pra përmenden këtë çështje, domethënë shumë në suret el-Mekkia. Kryesisht tregimet e profetëve gjenden në suret Mekkia. Ndërsa në suret medenie përmenden më shumë rregullat, ligjet, dispozitat. Përmenden çështjet që kanë bënë me munafikët, me gjendjen e tyre. Përmenden çështjet të xhihadit. Pasi dispozitat xhihadi lindi, domethënë xhihadi është zhvilluar në periudhën e Medinës. Betejat profetit sallallahu alaihi wasallam i ka bërë gjatë kësaj periudhe. Dhe nevoja që njerëzit të njihnin vlerën e xhihadit, rregullat e xhihadit, dobitë e xhihadit, çështjet që lidhen me këtë, lindën, pra nevoja për to lindi në periudhën e Medinës. Po edhe ky komunitet i munafikëve gjithashtu është faqur në periudhën e Medinës. Ndaj Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an edhe këtë kategori njerëzish dhe armiqsinë që kanë ata ndaj muslimanëve dhe shenjat e tyre dhe cilësitë e tyre, por këto janë përmendur në hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që muslimanët të ruhen nga ky armik i brendshëm. Padyshim që njohja e sureve medenie nga suret mekkie, dallimi i sureve medenie nga suret mekkie ka shumë dobi për ne. Ndërto është njohja e urtësisë zbritjes së ligjeve të shariatit dorë. Për shembull, namazi është bërë obligim në periudhën e Mekës, por ndalimi i kamatës është bërë në vitin e 10 të Hijretit, pak para vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndalimi i alkoolit është bërë në mënyrë të përshkallëzuar, domethënë në 3 faza. Dhe nga kjo, domethënë përfitojmë ne. Thirrsat përfitojnë. Në trajtimin e çështjeve të njerëzve, në trajtimin e muslimanëve fillestarë në fe, mënyrën e thirrjes në fenë e Allahut subhanahu wa taala, kur hasim një shoqëri që është ngjashme me periudhën e Mekës, ne përpiqemi, përqendrohemi tek tauhidi, të thrasim në besimin në Allahut një vetëm, adhurimin e Allahut vetëm pa i vënë shok atij, pranimin e profecisë, argumentet e profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pranimin e ringjalljes, llogarisë, shpërblimit dhe dënimit në ahiret, xhenetit dhe xhehenemit, argumente e ringjalljes, përqendrohemi tek kaderi, po në mënyrë të përgjithshme, urtësitë e Allahut subhanahu wa taala, dhe shfrytëzojmë atë stilin e Kuranit, mënyrën e ligjërimit të Kuranit, argumentet e Kuranit, të cilat kanë zbritur në periudhën e Mekës. Po gjithashtu, thirrsat do të kemi parasysh dhe metodën e përshkallëzuar të zbritjes së ligjeve dhe rregullave. Për shembull, kur kemi të bëjmë me një fillestar në fe, e fillojmë me çështje më të rëndësishme. E ftojmë parimet e fesë, e ftojmë çështjet më të rëndësishme, tauhidi, namazi, morali. Dhe ka çështje që ne mund t'i shtyjmë. Ashtu sikur se disa ligje kanë zbritur në periudhën e Medinës, dhe madje shumica e ligjeve kanë zbritur në periudhën e Medinës dhe jo në periudhën e Mekës. Çdo pjesë e Kuranit që i zbritet profetit sallallahu alaihi wasallam shkruhej. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte shkrues të shpalljes, për të cilëve ka qenë Ubej ibn Ka'b,
ka qenë Zeid ibn Thabit. Mirë, por në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk është mbledhur gjithë Kurani. Në kohën e profetit shumica, përgjithsisht njerëzit e mësonin Kur'anin përmendesh. Dhe e kanë marrë Kur'anin përmendesh, gojarisht. Megjithatë, Kur'ani është shkruar i gjithë në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, por shkruar në copa lëkure ose copza guri, flet që ishin copsa guri, ose copa dege palme, fletza palme. Pra në pjesë të tilla shkruhej Kur'ani në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto pjesë ekzistonin ke musliman të ndryshëm, ke sahabë të cilët ishin të gjithë të drejtë dhe të besueshëm. Pas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam, lindi nevoja për mbledhjen e Kur'anit. Pasi hafuzat e Kur'anit, ata që kishin mësuar Kur'anin gjatë jetës profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe më pas një pjesë e tyre ka vdekur nëpër betejë. Për shembull, në betejën e Yemamës vdiqën shumë hafuzat Kur'anit. Njëri prej tyre ka qenë Salim Maula Abi Hudhaifa, ishte një hafuz që kishte mësuar Kur'anin gjatë jetës profetit sallallahu alaihi wasallam, ka pas shumë hafuzat Kur'anit në kohën e profetit. Mësoi Kur'an përmendesh në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, 70 hafuza të Kur'anit i ka dërguar profeti sallallahu alaihi wasallam me mision që ca fizave të mësonin Kur'anin, të mësonin sunetin, të mësonin rregullat, siç ka treguar Enes ibn Malik, hadithi është në Sahihun e Muslimit. Mirë po, banorët e atyre fisëve i kanë prerë në besë dhe i kanë vrarë pranë një fusi që quhej Mauna. Ranë dëshmorë ata aty, ishin 70 hafuza. Kjo ishte një ngjarje shumë e dhimbshme, shumë trishtueshme për muslimanët. Dhe Allahu subhanahu wa taala u apërcjolli muslimanëve lajmin e vdekjes së tyre. Këta hafuzat Kur'anit, sikur se ka përshkruar Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, këndonin Kur'anin, mësonin Kur'an njëri tjetrit, bënë edhe shërbime në xhami, binin ujë në xhami, që mund muslimanët të pinin ujë. Po këta bënin drum, ngarkoheshin me drum, i shisin drut, bënin pare, blinin ushqim, ushqeshin vetë, ushqehin dhe muslimanët. Pra, ishin dietar, ishin hafuza, punonin, mësonin njerëzve Kur'anin, kanë shkuar, ka çuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe me misionin që të mësonin të tjerëve Kur'anin. Ky hadith është Sahihul Muslimit. Për këtë tregon që numri i atyre që mësonin Kur'an kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë i madh, ka qenë i konsiderueshëm. Dhe një pjesë e tyre nëpër betejë kanë vdekur. Në betejën e Yemamës që ka qenë e përgjakshme kundër një profeti të rrem, Musailemet el-Kadhab, vdiqën shumë hafuza. Prandaj Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ka thënë Abu Bekrit radhiyallahu anhu, mendoi që ta mbledhësh Kur'anin. Tha Abu Bekri, po si mund bëj diçka që s'ka bëj dërguar Allahut? Po e mërë ngulmoi dhe pas një ngulmimi, pas ngulmimit të Umerit radhiyallahu anhu, Abu Bekri radhiyallahu anhu vendosi që të shkruhej, domethënë të mbledheshin pjesët e Kur'anit dhe të shkruheshin në fletë, të ishin të mbledhura, dhe të ruheshin. Qëllimi ishte që të ruheshin pjesët e Kur'anit dhe të mos humnin. Dhe ngarkoi me të detyrë Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu, që ishte një hafuz, që ishte një nga shkruesit e shpalljes në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky nuk është bazuar vetëm në ato që kishte mësuar përmendesh, por e ka mbledhur Kur'anin nga pjesët që ishin shkruar, që i përshkrova pak më përpara, dhe gjithashtu dhe nga ajo që njerëzit kishin mësuar përmendesh. I ka mbledhur të gjitha pjesët e Kur'anit, të gjitha ajetet, edhe janë shkruar në fletë, edhe janë ruajtur të grumbulluara tek Ebu Bekri. Pas vdekjes e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, ka ardhur khalifi i dytë, ka ardhur khalifi i dytë Umeri radhiyallahu anhu. Pas vdekjes Umerit radhiyallahu anhu, ka pas Hafsa, nëna besimtarëve, bashkëshorte e profetit sallallahu alaihi wasallam, që ishte bija e Umerit radhiyallahu anhum. Dhe pastaj në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu lindi nevoja për diçka tjetër. Ummeti islami që zgjeruar shumë popull kishin hyrë në islam, dialektet i kishin të ndryshme, madje kishte dhe jo arab, dhe po këndonin Kur'anin me mënyra të ndryshme, po kishte edhe gabime në këndimin e Kur'anit. Njerëzit kishin fletë, secili kishte fletët, kishin mushafin e tij, domethënë të shkruar të Kur'anit, është një pjesë të Kur'anit.
Dhe po lindin, domethënë mosmarrveshje dhe grindje mes njerëzve. Ndaj Hudhaife shkon ka Uthmani radhiyallahu anhu dhe i kërkon atij që të shkruhej një kopje e Kuranit, të shpërndahej njerëzve mushaf, dhe njerëzit këndonin vetëm nga kjo kopje, vetëm nga mushafi, që të shkruhej dhe të ishte bazë dhe të digjeshin dhe të eliminoheshin fletët që kishin nduar njerëzit, që të mos kishin përçarje njerëzit me librin e Zotit, ashtu sikur sa u përçan jehudit dhe krishterët me librat e tyre. Dhe Uthmani radhiyallahu anhu krijoi një komision të kryesuar nga Zeid ibn Thabit, i cili bëri 6 kopje të Kuranit, al-Mushaful Iman që ka pasur Uthmani radhiyallahu anhu, dhe kopjet e tjera shpërndahen nëpër qytetet, viset e botës islame, vendet e botës islame, dhe u shpërnda kështu, domethënë Kurani, u dogje dhe u eliminuan të gjitha fletët dhe copsat që kishin njerëzit nëpër duart e tyre, dhe që nga ajo kohë sot, domethënë është ruajtur Kurani i plot, i saktë. Dhe ruajtja e Kuranit, mbledhja e Kuranit në mushaf është mirësi e bërë nga Abu Bekri radhiyallahu anhu, ndërsa kopja e Kuranit që ne këndojmë, që ne kemi në dorë, është për sebeb të Uthmanit radhiyallahu anhu. Tani kalojmë ke tefsiri i Kuranit dhe po përmend domethënë në mënyrë të përmbledhur disa çështje. Tefsiri i Kuranit është detyrë. Shpjegimi i Kuranit dhe dietarët e kanë detyrë që të bëjnë tefsirin e Kuranit. Por dietarët duhet ta bëjnë tefsirin e Kuranit me dije dhe jo pa dituri. Muslimani shpjegon Kuranin vetëm me dije dhe jo pa dije. Nuk lejohet të folurit në librin e Allahut subhanahu wa taala pa dije, pasi të folurit në librin e Allahut subhanahu wa taala pa dije është një nga gjunahet më të mëdha. Kurani shpjegohet, Kurani me Kur'an. Shpjegojmë librin e Zotit me librin e Allahut. Për shembull, një ajet në Kur'an është i përgjithshëm, shpjegohet nga një tjetër i cili është më shkoqitës, siç është për shembull fjala Allahu subhanahu wa taala ela inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allahu Rasul ka folur për evliat e tij, dashurit e tij. Dhe pastaj në ajetin vijues ka shpjeguar që ata janë alladhina amanu, ata që kanë iman dhe që kanë takwa, që ruhen dënimit të Allahut, që zbatojnë detyrat e fesë dhe që ruhen nga gjunahet. Mënyra tjetër e shpjegimit të Kuranit është shpjegimi i Kuranit me sunet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë shpjegimin e Kuranit. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kuran që ta kemi zbritur Kuranin që ti t'u sqarosh njerëzve librin. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Që profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë shpjegimin e Kuranit, ka bërë me thënien e tij, me veprat e tij sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, fjala Allah subhanahu wa taala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ata që kanë besuar dhe nuk e kanë përzier besimin e tyre me padrejtësi. Fjalën padrejtësi sahabët kanë menduar që janë gjitha gjunahet. Dhe kanë thënë cili është ai prej nesh që nuk e përzin imanin me padrejtësi, cili është ai që nuk bën gjunahe. Por profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk është ai që mendoni ju. A nuk e keni kënduar ju fjalën e atij Luqmanit alayhi wasallam, inna ash-shirka la dhulmun adhim, vërtet shirku është padrejtësi e madhe. Pra, fjala padrejtësi këtu në këtë pjesë, në këtë ajet, flet për padrejtësinë. Po. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ata që kanë besuar dhe besimin e tyre nuk e kanë përzier me padrejtësi. Padrejtësia pra është shirku, do thotë i vë shok Allahut të rrecuar. Këta kanë siguri dhe këta janë të udhëzuar, këta kanë mirësi shumë të mëdha nga Allahu i lartësuar. Shpjegimi i ajeteve të Kuranit me anë të thënieve të sahabëve, atharve që na vijnë nga shokët e profetit. Shokët e profetit janë brezi më i mirë. Janë brezi që zgjodhi Allahu i lartësuar për shoqërinë me profetit. Ata kanë njohur mirë gjuhën e Kuranit dhe ne e thamë që Kurani ka zbritur në arabishtën e qartë. Ata kanë pasur zemra të pastërta, mendje të kthjellët. Ata kanë pasur dëshirë të pastër që ta kuptonin Kuranin sakt dhe drejt. Ata kanë njohur dhe rrethanat dhe shkaqet e zbritjes. Ata kanë jetuar me profetin. Ata kanë përjetuar zbritjen e Kuranit, padyshim.
Ata janë brezi që e kanë kuptuar më mirë Kur'anin, ndaj Allahu i ka lavdruar ata në Kur'an. Kështu që ne u referohemi edhe dëshmive, transmetimeve, shpjegimeve që kanë bërë shokët e profetit ajeteve të Kur'anit. Sidomos shpjegimin që kanë bërë Khulefau Rashidin, Ebu Bekri, Omeri, Osmani dhe Aliu, pasi ka lavdruar profeti dhe na ka urdhëruar profeti që ne të kapemi për sunetin e tij, për rrugën e tij, që është të kuptuarit, mënyra se si ata kanë shpjeguar Kur'anin dhe hadithet e profetit, dhe se si ata e kanë kuptuar Kur'anin dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dhe sahab dietar të mëdhej që janë marrë me shpjegimin e Kur'anit, si Abdullah ibn Mas'ud, si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë pasha Allahut, nuk ka ajet në librin e Zotit, vetëm se unë e di se ku ka zbritur dhe për çfarë ka zbritur, dhe po të kishe njëri që e di, po ta dije se ka njëri që ka njohuri më shumë mbi Kur'anin, dhe që unë mund shkoja tek ai të merrja dituri prej tij, unë do kisha shkuar. Njëri prej tyre gjithashtu është dhe Abdullah ibn Abbas, dietar i madh, profesor i madh, komentues i madh i Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam, profeti ka bërë përshtypje inteligjenca, zgjuarësia dhe prirjet e Abdullah ibn Abbasit për të kuptuar. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë lutje për të, që Allahu t'i shtonte diturinë, mençurinë atij. Dhe ka bërë lutje, Allahumma allimhu al-hikma, o Allah mësoje atij urtësinë. Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fi din. Gjithashtu ka bërë lutje, o Allah mësoje librin atij, o Allah jepi atij dituri, mësoje atij të kuptoj fenë. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë, sa interpretues i mirë Kur'anit është Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu me zhisin e tij lidheshin dietarët. Dhe ka thënë dikush nga tabiinët, nxënës se Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, të gjitha njohurit i gjejnë me zhisin e tij. Ndoshta interpretimin e Kuranit do ta gjinje. Ndoshta fiqhun, rregullat, ligjet e gjinje. Ndoshta njohurit gjuhësore, poezitë arabe do t'i gjejnë me zhisin e Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Një herë Abdullah ibn Abbas ka shpjeguar surën An-Nur gjatë sezionit haxhit dhe ka bërë një shpjegim të mrekullueshëm, mahnitës. Ai sa thot transmetuesi, sikur shpjegimin e tij ta kishin dëgjuar romakët, persët. Ata kishin pranuar Islamin. Gjithashtu edhe tabiinët, ata kanë marrë shpjegimin e Kuranit nga shokët e profetit, dhe ata kanë bërë shpjegimin e Kuranit, ata janë shoqëruar me shokët e profetit, kështu që dhe shpjegimet e tyre merren si bazë për shpjegimin e ajeteve të Kuranit, siç kanë qenë për shembull nxënësit e Abdullah ibn Abbasit, Mujahid, Qatada, Ata, siç ka qenë Ebu Aliya, Zaid ibn Aslam, të cilët kanë qenë nxënës të Ubej ibn Ka'bit, ka qenë një shok i shquar i profetit, një hafiz i Kuranit, për cilin ka dëshmuar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam që më marr Kuranin prej tij. Për shembull Ebu Aliya na ka shpjeguar, domethënë salavatin e Allahut për profetin. Ç'është salavati? Le të Allahumma salli ala Muhammedin. O Allah, lavdroje Muhammedin. Salavati i Allahut për Muhammedin alayhi wasallam, siç ka thënë Ebu Aliya, që është një tabiin, kush është? Është lavdrimi që Allahu i lartësuar i bën profetit. Prandaj kur themin Allahumma salli ala Muhammedin, do thotë, o Allah, lavdroje Muhammedin tek melajket. Gjithashtu për shpjegimin e Kuranit, dietarët i referohen edhe terminologjisë fetare. Terme, për shembull fjala namaz, çfarë kuptimi ka në fe? Fjala abdes, çfarë kuptimi ka në fe? Kështu që citatet ku përmendet namazi, marrin kuptimin fetar. Po i referohen dhe termeve gjuhësor dhe gjuhës arabe, sepse Kurani ka zbritur në gjuhën arabe, kështu që shohin edhe kontekstin. Dhe ndoshta një term mund të shpjegohet sipas kuptimit fetar, po në ndonjë vend për shembull mund shpjegohet sipas kuptimit gjuhësor, duke marrë parasysh kontekstin dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, në kontekstin e zakatit, Allahu i lartësuar thotë në surën At-Tauba, "Wa salli alehim", dhe bën lutje për ata që japin zakatin. Fjala salat këtu bën fjalë për lutjen.
lutjen që profeti sallallahu alaihi wasallam, pra urdhërohet profeti që me bë lutje për ata që japin zakatin. Në lidhje me përkthimin e Kur'anit, nuk lejohet përkthimi i ajeteve të Kur'anit fjalë për fjalë, pasi nuk del kështu kuptimi i saktë dhe i plot i ajetit. Kuptimi i fjalë për fjalëshëm është i palejueshëm sipas dietarëve të ummetit. Mund bëhet përkthimi i fjalëve të Kuranit me qëllim që njeriu të njohë kuptimin e fjalëve, siç shpjegohen edhe në arabisht fjalët domethënë fjalët që kanë nevojë për sqarim, gharibul Kur'an, mundet që domethënë për shembull edhe në gjuhë të tjera përmenden fjalët që përmban Kur'ani dhe bëhet shpjegimi i tyre. Por ky nuk duhet quhet koment i ajeteve të Kuranit. Përkthimi i ajeteve të Kuranit duhet të jetë si komenti i përgjithshëm që u bëhet ajeteve të Kuranit në arabisht. Kështu që merret kuptimi i ajeteve të Kuranit dhe jepet në gjuhën përkatëse, për shembull shqip, në anglisht, në italisht e kështu me radhë. Ata që përkthejnë ajetet e Kuranit duhet të kenë njohuri në fe, duhet të njohin mirë arabishtën, po të njohin edhe gjuhën përkatëse në cilën përkthehet Kurani. Në lidhje me israeliatët, po domethënë për 2-3 minuta do t'ua përmbledh këtë pjesë inshallah taala dhe ta mbyllim mësimin. Në librat e tefsirit ne gjejmë edhe tregime të cilë apo lajme apo informacione që janë sjell nga thtarët e librit, nga jehudit dhe nga krishterët. Por çfarë gjykimi kanë ato? Lajmet e Benu Israilve, të cilat bien ndesh me Kuranin dhe hadithet e saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam janë papranueshme. Dhe nuk lejohet përmendja dhe transmetimi i tyre përveç nëse do të përmenden për paralajmërim. Është trilluar, është pasakt, mbi kundërshtim me Kuranin dhe Sunetin, sepse ata i kanë ndryshuar librat e tyre. Kështu që jo gjithçka që sjellin ata është e vërtetë. E dyta, lajmet e Benu Israilve dhe njohuritë e tyre apo tregimet e tyre që përputhen me atë që përmendet në Kuran dhe hadithet e saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam është hak. Janë të vërteta. E treta, lajmet, tregimet dhe ngjarjet apo njohuritë që vijnë nga thtarët e librit, të quajtura israeliate, dhe që nuk përmenden në Kuran dhe në Sunet. As nuk miratohen, po as nuk përgënjeshtrohen. Këto lejohet që të tregohen. Profeti ka thënë hadithu an bani Israila wala haraj. Tregoni rreth Benu Israilve dhe nuk ka problem për diçka të tillë. Por duhet kemi parasysh diçka. Kur tregojmë këtë pjesën e fundit, kategorinë e fundit që e cilësova, sparje duhet ta theksojmë që janë nga israeliatët, sepse hoxhallar për shembull dikur, madje mund të ketë akoma hoxhallar të tillë, përfshirën trevat tona, të cilët tregojnë israeliate, ja tregojnë masës, ja tregojnë xhamatit dhe nuk përmendin që janë israeliate. Dhe ata nuk e dinë pastaj nëse është Kur'an, është hadith apo është nga israeliatët. Madje kanë treguar dhe israeliate lajme apo histori që janë të trilluara, janë gënjeshtra, që bien ndesh me Kur'anin dhe Sunetin, apo gjëra që nuk janë logjike. Prandaj e para një duhet përmendet që është nga israeliatët, e dyta nuk duhet përmendet diçka që është logjike, që kuptohet se nuk është reale. Dhe e treta duhet ta dimë që nuk bazohen në to rregullat e fesë. Dhe duhet ta dimë që shumica e israeliatëve, edhe pse përfshihen nga kategoria e fundit, nuk kanë ndonjë dobi për çështjet e fesë. Dietar edhe hoxhallar para regjimit komunist e kanë vënë duke problemin e madh të përhapjes së prallave, trillimeve, gënjeshtrave, israeliatëve që bien kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin. Dhe ky ka qenë një problem i madh. Dhe ishte epoka atëherë kur njerëzit jepin shumë rëndësi shkencës, logjikës. Dhe hoxhallarët tregonin pralla, një pjesë e tyre apo një pjesë e ligjërimit të tyre, ishte pralla që binte ndesh me logjikën apo binte ndesh me shkencën, dhe çfarë ndodhte, kjo i largonte njerëzit nga feja e Allahut të lartësuar. Ka qenë ajo periudha para vendosjes së regjimit komunist. Edhe prandaj Hafuz Ali Korça, për shembull, në librin Historia e Shenjtë, është një libër me vargje rreth tregimeve të profetëve, ka folur për këtë pjesë, për problemin e madh të prallave dhe ka thënë: "Kësi dokrash fliste miku, na turproi sa na fiku,
Hoxh, s'të mjafton ti Kurani, e s'të çoj në shejtani. Nga prallat hiqni dorë, se nafikët mor të gjorë. U drejtohet me këtë ligjërim hoxhallarëve të kohës vet, cilët po tregonin shumë pralla, dhe këto pralla janë shumë të përhapura. Kështu që ne i referohemi burimeve të sakta për shpjegimin e Kuranit. Kurani me Kuran. Shpjegon ajetet e Kuranit me ajetet e Kuranit. Ajetet e Kuranit shpjegohen me hadithet e profetit. Ajetet e Kuranit shpjegohen me dëshmit, thënjet e sahabëve, me thënjet e tabiinëve, sipas terminologjisë fetare, sipas njohurive gjuhësore, sipas gjuhës së pastër dhe të saktë arabe. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në ka sjellë shumë tregime. Tregimet e Kur'anit janë shumë të rëndësishme. Në ca vende i ka sjellë më të zgjeruara, në ca vende Allahu subhanahu wa taala tregimet i ka sjellë më të përmbledhura. Ne kemi nevojë që të njohim tregimet e Kur'anit, kemi nevojë që t'ua tregojmë dhe pjesëtarëve të familjes, sepse ato na forcojnë fe, aty marrim mësim, aty gjejmë dhe argumente, gjejmë eksperiencë, gjejmë mjaft mësime. Bëjmë mirë që t'i përvetësojmë tregimet e Kuranit, mund t'ua tregojmë pjesëtarëve të familjes, t'ua tregojmë fëmijëve, që t'i brymosim me këto tregime. Allahu i lartësuar na ka treguar domethënë shumë tregime në Kur'an. Jeta e profetit është mrekulli. Tregimi i jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë dhënë rëndësi tregimeve, historive të sakta të përmendur në Kur'an. Dhe jetën e profetit ja kanë treguar fëmijëve ashtu sigurisë u mësonin një surë nga Kur'ani. Thot Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ne u mësonin fëmijëve tonë tregimet, u mësonin jetën e profetit, kronikën e jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur se u mësonin atyre një pjesë të Kur'anit. Allahu lartësuar thot në Kur'an dhe me këtë po e përmbyll, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Vërtet, tregimet e tyre ka pas mësim për ata që zën mend. Tregimet e tyre janë mësim, janë këshill për ata që marrin mend. Elusallahu subhanahu wa taala që na mundsoj të kemi bereqetet, mirësitë e këtij libri të bekuar në dynjë dhe në ahiret, që ky libër të jetë argument për ne para Allahut të lartësuar ditën e gjykimit dhe jo argument kundër nesh kur dalim para tij. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.